Për këtë shqetësim, emisioni investigativ Stop vuri në dieni Bashkinë e Librazhdit. Dhe pas vënjes në dieni nga emisioni investigativ Stop, kryetari i Bashkisë së Librazhdit, Maringlen Disha, vuri në dispozicion një grup pune për të inspektuar nga afër rastin. Dhe ky është grupi që të vinë në terren. Shefqet Gura, shefi i policisë bashkake. Enri Gjura, profesor në zyrë urbanistikës. Armir Bici, shefi i IMT-s Bashkisë Librazhd. Lorenz Tola, inspektori i IMT-s. Atëherë, gjithë siç jemi, do t'i drejtohemi lagjes numër 2. Biseduam fillimisht me Komunikohet me palën tjetër dhe do japim zgjidhjen e shpejtë që të mbyllet brenda javës. Ndërkohë, pash që u futet edhe tek familja Bloshmi. Po, komunikohet edhe me djalin brenda, është shumë i gatshëm që shumë shpejt t'i jap zgjidhje për ta nxjerrë në Tarac. Atëherë, duke qenë se tek Bashkia e Librazhdit nuk ka një instancë për mjedisje, ne kemi ardhur me këto 3 institucione. Por, brenda javës do zgjidhet, apo jo, shefi? Besoj do ta zgjidhim. Do marr zgjidhjen përfundimtare. Faleminderit, emisioni Stop për 10 vjetësh nuk e kam zgjidhur këtë problem. Sa erdhët juve, këtë problem po e zgjidhni në çast. Faleminderoj edhe policinë e bashkisë, urbanistikën dhe IMT-n. Faleminderit, Stope. Sajmir Degenti, ky rast u zgjidh.